Nderuar miq, do të flasim për situatën gjeopolitike, zhvillimet e fundit globale dhe sigurisht si do ndikojnë në rajonin ton. Ditën e sotme kam kënaqësinë që të kem të ftuar zotin Selim Ibrahimi, gazetar, publicist, shkrimtar, autor i librave për atë që po ndodh në botë për situatën gjeopolitike, ekspert i këtyre çështjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zoti Ibrahimi, faleminderit shumë që pranuat ftesën që të flasim për këto zhvillime që sadopak ndoshta na prekin edhe ne. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Zoti Ibrahimi, më lejoni ta nis me një nga shkrimet tuaja të fundit, me titullin e këtij shkrimi, pra që aleatët u kthyen në kundërshtar. Por çfarë do ndodh kjo edhe çfarë rrezikojmë ne? Në 8 vjet e fundit, domethënë në 8 dekadat e fundit jemi mësuar që SBA dhe Europa të kenë marrëdhënie të shkëlqyera. Mirë po me ardhin e presidentit Donald Trump, çështjet kanë ndryshuar dhe kjo sikur i ka vendosur të dyja palët e pra SBA-n dhe Shtetet Evropiane në pozicione të kundërta. Dhe kjo është ajo që nuk duhet të ndodhte, në realitet është duke ndodhur, e cila një pozicion i cili shkon në favor të Rusisë dhe Kinës apo dhe faktorëve tjerë rajonal. Pozicioni shqiptar këtu dihet, më thonë, çështja qendrore mbetet eurointegrimit në rast se do të ndodhin, pra në një çarje të madhe euroatlantike, më thonë SBA Europë. Europa do të përqendrohet kryesisht në çështjet e veta, pra Gjermania, Franca, Italia dhe Britania e Madhe, dhe çështjet europiane, pra eurointegrimit mbeten pezull varësisht nga situata, pra nga marrëdhëniet që do të zhvillohen në mes SBA-s dhe Bashkimit Evropian. Pra kryesisht në mes Gjermanisë, Italisë dhe Francës. Në raport me SBA-n, ku çështja qendrore është Grenlanda dhe Arktiku. Mund vinë momenti, dita që ndoshta do jemi të detyruar, pra bota shqiptare që të zihet midis BE-s dhe SBA-s, apo kjo është një dallë që do kalojë dhe do mbyllet shpejt? Që janë raportet, pra më thonë, gjendja në Washington është atë që e përshkruajtë dhe sigurisht janë të njoftuar, shpresojmë për një ndryshim ose me ikjen e presidentit Donald Trump, mirë po siç janë vendosur, pra siç është situata ndërkombëtare dhe siç janë projektuar gjërat, besoj që vështirë do të lëvizin në një pozicion të cilën nuk mund të shohim, pra nuk mund të shohim si botë shqiptare, si shqiptar, si politik shqiptare në gjendje të tillë, të cilën ju paraprakisë e përshkruajtër. Pra gjasat janë të jetë ashtu siç janë dhe ka është një përqindje e vogël, pra që mund të jetë kaluese, pra kjo gjendje mund të jetë tejkaluese me ardhen e administratit të re, pra në pas zgjedhjeve të ardhshme prezidenciale. Mirë po, qoftë edhe administrata tjetër, nga ardhmë që të fokusi do të jetë përsëri Arktiku, Grenlanda dhe çështje tjera, të cilët kjo administratë faktikisht ka vendosur si prioritare. Zoti Ibrahimi, po bordi i paqes në fund të fundit e bëri një fillim të rivalizimit të ri të rendit, që Tiranën për shembull dhe Prishtinën i ftoi Trumpi, Shkupin jo, Podgoricën jo, Beogradin jo. Pra jemi ne në këtë zgjedhjen, pra de facto e kemi bërë që jemi me SBA-n? Po sigurisht, në fakt jemi me SBA-n, pavarësisht lëvizjes vektore, pra të aleancave në mes SBA-s, Europës dhe SBA Rusisë dhe Kinës. Është një lëvizje e mirë pozitive, megjithatë administrata e presidentit Trump synon që të largohet nga institucionet multilaterale dhe të vendosë çështje pra institucione unike, siç është kjo lëvizje e fundit, të cilën e pa me bordin e paqes. Duhet të shohim çfarë në praktikë do të ndodhë në gaz me bordin e paqes dhe si ky bordi i paqes mund të bëjë më tepër pra me çështjen e Grenlandës, që të manifestohet një konflikt i mundshëm në mes aleatëve, domethënë forcave aleate. Një lëvizje tjetër është bërë nga sekretari i NATO-s, Mark Rutte, do të shohim se si do të menaxhohet pra çështja e Grenlandës pavarësisht deklaratave të tensionuara SBA-BE.
Po mendoj që bordi i parë të shkruajmë atë në kontekst të botës shqiptare këtu është pozitive sepse a jemi tash. Po, jemi. Okej. Në raportet të ballkanike pra si jetë Kosova dhe Shqipëria ka një përparësi, një prioritet në bordin e paqes në krahasim me Maqedoninë, Malinizi, qoftë edhe Serbinë. Dhe këtu shqiptarët në Ballkan duhet ta shfrytëzojnë këtë moment që të rrinë pra përballë kërkesave dhe sfidave të cilët i kalon pra Ballkani, Europa dhe marrëdhëniet SBA Europë. Mendoj që është një lëvizje mirë, po duhet të shfrytëzohet nga politikanë në Kosovë dhe në Shqipëri. Me të cilën do të thoja që Shqipëria bukur mirë po e shfrytëzon me kryeministrin Rama, pritet nga Kosova që të mobilizohet pra që të gjitha forcat politike të përçara të mblidhen rreth një ide pra nacionale të sigurisë kombëtare për një Kosovë në cilën e presin shumë sfida me Serbinë, me Europën dhe me veten do të thoja. Po Kosova si mund ta shfrytëzoj më shumë? Çfarë mund të kërkoj nga Trumpi që ndoshta vetëm një 30 minutë do na duheshi që të mendonte për Kosovën? Sigurisht, mund të me thënë kjo është një piknisje e mirë, një afrim me administratën prezident më mirë me thënë, duke e shqelluar më mirë problematikën e Kosovës, pra nga administrata paraprake dhe në çështjen në mes Europës. Mund të hi shumë mirë pra në që ky pozicioni në cilën Europa pra ka bllokuar Kosovën, që nga dalë duke larguar sanksionet, ky për në krahasim me Serbinë është një dispozicion. Pra këtu presidentja e Kosovës, kryeministri, pra qeveria e re, duhet ta shfrytëzojë pra në Washington nëpërmjet lobimeve dhe qoftë në takimeve private, me thonë. Këtu të qeveria e Kosovës, presidenca pra të punojnë këtë drejtim. Trumpi është një, domethënë, presidenti Trump dhe administrata e tij është lartë ka një praktikë të diplomatike. Pra këta takime mund të shfrytëzohen shumë mirë për ndryshimin e shumë çështjeve. Mund vit dita që mundet që Kurti bashkë me Vučićin të jenë në shtëpinë e bardhë, të detyruar që Vučić firmos njohjen? Një ngjarje të tillë pra kemi parë në vitin 2020. Pra në shtator. Vučić. Prandaj nuk mund të themi që ne mund të jemi larg të një skenari të tillë, por duhet punuar. Pra Kosova duhet të punojë në këtë drejtim, pra me lobin shqiptar në Washington dhe me organizata tjera të lobimit afër presidentit Trump që të këshë televizën. Se përndryshe Kosova në 10 vjet e fundit ka qenë larg lobimit, pra ka pësuar një dëm të jashtëzakonisht të madh në krahasim me përpjekjet e lobit sërb me angazhimin për ndryshimin e situatës ndërkombëtare, pra të mendimit të qeverisë amerikane ka shri pozicionin sërb të Kosovës. Zoti Ibrahim, si ta kuptojmë deklaratën e Lavrovit që thotë që kemi hapur kanale komunikimi me Washingtonin për Ballkanin? Kjo është e frikshme, andaj duhet parë që mos kjo hapje të ndryshoj pozicionin amerikan ndaj Ballkanit, pra në pozicionin sërb, në favorizim të pozicionit sërb. Pra pyetja është shumë e drejtë që Kosova pra tani është koha që të punoj. Në kohën kur Washingtoni pra përpiqet pavarësisht çështjes së Ukrainës dhe Grenlandës, po mundohet që të relacionet me të marrëdhëniet e SBA Rusi të përmirësohen. Dhe andaj duhet parë në këtë drejtim forcimin e pozicionit të Kosovës në Washington. Ku gjithashtu edhe Shqipëria mund të luajë një rol të jashtëzakonshëm, por që se të dy kryeministra, pra të dy qeveri do të punojnë këtë ndërtim. Ndoshta Tirana më shumë po luan në aspektin familjar me marrëdhëniet e biznesit. Ndikon ju si shikoni nga atje aspekti financiar i biznesit, ndikon në vendimet politike? Po sigurisht diplomacia, marrëdhëniet ndërkombëtare janë të lidhura me fushën ekonomike, komerciale, biznesit. Dhe këtu mendoj që lëvizjet e kryeministit Rama janë në parë në këtë drejtim, janë pozitive, do mund të shfrytëzohen jashtëzakonisht. Pra qoftë ndaj Shqipërisë dhe Kosovës, janë momente të cilën e ka thënë më parë që në administratën e presidentit Trump ka të lëvizje të tilla që nuk përkojnë me diplomacinë klasike, pra tradicionale, dhe këta takime janë të rëndësishme. Pra sidomos Trumpi i cili vjen nga një botë e biznesit dhe padyshim që mendoj që Shqipëria mund të luajë një rol dhe këta lëvizje familjare, pra lidhje familjare,
takime ndryshme mund të shfrytëzohen që në funksion të qoftë Shqipërisë dhe Kosovës, sidomos Kosova ka nevojë për politikanë të tjerë, se ti kemi parë Shqipëri në disa momente. Pavarësisht kritikave të brendshme, luftës së brendshme në Shqipëri, mes demokratëve dhe socialistëve, duhet vlerësuar pra pozitivisht këta hapa që i ka bërë qeveria e Shqipërisë. Po, në fakt deri tani kemi ftesën si Shqipëria si Kosova në bordin e paqes. Edhe ajo nisma në Kongres për miratimin e projekt ligjit për Preshevën, një lajm mjaft i mirë, por pra duket sikur po anon këtej nga ne e mira në këtë radhë, po tjetër çfarë mund kërkonim përveç këtyre? Kosova në NATO, ajo NATO-n e ka brenda. Pra si mund përfitonte më tej, pra diçka tjetër që mund kërkonte në këto 3 vite të mbetura? Mendoj që pavarësisht të forcave ndërkombëtare, ato kanë një mision paqërues pra në mandatin e OKB-s. Kosova do kërkoj që ngadalë forcat të cilët janë në Kosovë me mandat ndërkombëtar të shkallë të largohen dhe që Kosova të bëhet një shtet normal, pra të antarësohet njëjtë si shtetet si Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Malizi pra në kontekstin ballkanik. Pra kjo çështje duhet të forcohet dhe në forcimin që thash të pozicionit të Kosovës ka si bisedimin me Serbinë, pasi që kërkesa evropiane, pra me shtetet amerikanë është që formimi i asociacionit të serbëve në Kosovë, në cilën mund në këtë turbulenca mund të jetë një faktor që mund ta destabilizojë Kosovën. Por në kuadër të një kuadri demokratik, gjërat mund të lëvizin dhe të gjithë këta ndryshime, këta kushtet që janë vendosur ndaj Kosovës mund të largohen dhe mund të shihen me ta në solucione pra zgjidhje të tjera për serbët në Kosovë. Dhe në fakt paketa e Ahtisarit serbëve të Kosovës u ka mësuar të drejta të jashtëzakonshme, të cilën shqiptarët që krahasuar me ata në Maqedoni të Veriut, do të thonë shqiptarët në Maqedoni janë Maqedoni të Veriut me 30% kanë të drejtat serbëve të Kosovës, pra këto janë gjëra të cilat duhet parë të diskutuar dhe këtu qeveria e Kosovës dhe atë që e përmendet që mund të bashkë me Shqipërinë shumë gjëra mund të ndryshojnë në favor të tyre. Po gjithnjë nuk duhet të gënjehemi nga këta lëvizje, pra nga këta biznese të ndryshme, pra nuk duhet të gënjehemi nga këta shenja, por duhet të punohet në kanale të ndryshme, në kanale të shumë pishta. Po Maqedonia me Malin e Zi, shikoni që ndoshta e kanë kthyer paksa timonin nga lindja, ja ka arritur Serbia. Fakti që nuk kishin një ftesë nga aty, plus që nga këto 2 vende Trumpi tërhoqi ambasadorët disa javë më parë. Mendoj që më tepër duhet të fokusohemi në Maqedoninë të Veriut, në cilën kemi një regres pra në procesin integrues në çështje brendshme pra në relacionet në mes shqiptarëve dhe maqedonasëve. Dhe deri diku Serbia këtu ja ka arritur që nëpërmjet një fuqie të bukur që të ketë ndikim të anasjelljes në qeverinë e Maqedonisë, që të zbrapset nga orientimi euro-atlantik, pra nga kërkesa në përmbushjen e reformave që kërkon Bashkimi Evropian dhe në tensionimin e raporteve me Bullgarinë. Pra si shihet çështja e vendosjeve të pakicës bullgare në kushtetues, pra ndryshimet kushtetuese nuk po ndodhin në Maqedoni dhe këtu mendoj që qeveria e kryeministit Mickovski do të vazhdojë që ta forcojë pra pozicionin nacionalist ndaj kësaj çështje dhe duke e inkorporuar me fuqinë e butë të serbe të Beogradit në qëndrimet politike dhe diplomatike ndaj vendeve të Çin. Dhe në mos lëvizjen asgjë të çështjes në mes shqiptarëve dhe maqedonasëve. Pra, po që se krahasojmë raportet maqedonase shqiptare janë në pikën 0. Pavarësisht pjesëmarrjes Blenit pra të disa partive shqiptare në qeverinë e Mickovskit. Zoti Ibrahimi, është vështirë që për ta mbyllur, për të bërë një parashikim për atë që na pret këtë vit? Mendoj që përsa i përket Ballkanit duhet të shohim në fakt se lëvizja që është në mes Kosovës dhe Serbisë, ma që tham që Kosova më kanë duhet të punojë jashtëzakonisht për një ndryshim, pra një zbuqje të pozicionit ndaj Kosovës,
Dhe sa i përket parashikimeve të tjera, duhet parë çfarë tjetër do ndodh me linjën e mesme, me Grenlandën dhe sigurisht në qoftë se do të kemi një rritje këtu, pas sa përket SBA-s, rritje ekonomike, pra do të shohim sa fuqia e SBA-s do të ndikojë në këta çështje të hapura qoftë në mes SBA-s, Europës, Ballkanit, qoftë edhe pasi kemi një rivalitet të jashtëzakonshëm nga Kina dhe gjithë kjo botë shumë polare, sigurisht që do të ketë ndikim në se si do të zgjidhen çështjet tjera, pa çështje e Ukrainës dhe çështjet tona të hapura në Ballkan. Më lejoni ta mbyll prapë me një shprehje tuaj që si të mëdhej dhe të veglit në këtë botë, në këto momente janë të gjithë të pasigurt. Unë të falenderoj shumë zoti Ibrahimi. Faleminderit për kohën, mirupafshim. Faleminderit ju.